Sali Berisha dënoi shpalljen non grata nga Tirana zyrtare të dy shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Për njërin prej tyre, Valon Bele, thotë se është gazetar dhe ish luftëtar i UÇK-s. Shton se ai ka shprehur hapur qëndrimet kundër kryeministrit Rama. Ka denoncuar Edi Ramën si argat të Vučićit. Edi Rama e shpall non grata një lloj si Aleksandar Vučić e ka shpallur për Serbit. Edi Rama zbaton në këtë mënyrë një urdhër të turpshëm të padronit të tij. Kryedemokrati dënoi gjithashtu shpalljen non grata të imamit Bekir Halimi, ndonse u distancua publikisht nga qëndrimet e tij. Dënoi gjithashtu edhe ndalimin e imamit. Nuk pajtoha me fjalën e tij që gratë duan dajak. Jo, po kjo nuk mund të ndëshkojë atë që të mos hyjë në Shqipëri. Mendësia e tij nuk mund të jetë kur shkak për të ndaluar hyrjen në një vend ku vrasjet e grave janë më të shumta se të në gjithë Europën të marrë së bashku. Motivacionet zyrtare dhe informacionin e përcjell nga shërbimet e inteligjencës, Berisha e konsideron të stisur me regjinë e drejtueses së SHISH. Vlora Vučić është Vlora Hyseni, e cila qëndis, shpif, manipulon dhe trillon çdo gjë që i thon padron të tyre, ajo është një agente e përbashkët e Vučićit dhe e Ramës. Berisha dënoi dhe heshtjen e shoqatave të gazetarëve në Shqipëri, që sipas tij implikon lidhur me ndalimin e hyrjes në vend të një kolegu për shkak se shkruan kundër kryeministrit.